hedh poshtë me përçmim trillimin e parafolsit, sepse në fjalën time nuk kam fyrë dhe nuk fyj. Asnjë ambasador as përfaqësues të huaj, por i kam kërkuar zotërisë ti tu paraqes shqiptarëve me qenë se i ka lejuar vetes të ndërhyj në procedurën e brendshme të parlamentit, dhe këtu s'ka të keq, tu paraqes shqiptarëve cila direktive europiane bën fjalë për përkatësi të shumëfish gjinore, për gjini me diversitet të gjërë. Kjo e para. Së dyti, nuk ka njëri që respekton më shumë ambasadorë se unë, por duhet më shumë vendin tim dhe kombin tim. Kur një ambasador dilte në kratë Sajmir Tahirit në kulmin e kanabizimit dhe lavdonte policinë për punën e jashtëzakonshme të Tahirit në luftën kundër drogës, sigurisht mbështeste themelimin dhe krimin e narkoshtetit dhe unë s'mund mos e denoncoja atë. Kur një ambasador blinte vilen me 4.300 euro metrin katror aty ku ishte 1.300 metër, natyrisht nuk mund mos e denoncoja atë si hajdute dhe e faktoj ai denoncimi shërberi Komisionit Evropian dhe përgjegjësi i Olafit që u korruptua prej vllahicës la detyrën dhe bëri dhe burg. Pra, vetëm fjalin, mbaroni fjalin. Mbrojnë interesa personale. Kështu që unë as i kam lejuar si lejoj vetes të fyej një ambasador, por do mbroj dhe kam mbrojtur në mënyrë të palkundur interesat e shqiptarëve, interesat e vendit tim. Faleminderit zoti Berisha. Tani procedura e miratimit të kalendarit është shumë e qartë.